Sigurisht muzika është një gjë e rëndësishme për çdo njeri, është inspiruese, është relaksuese, është njohëse, ka shumë funksione në të vërtetë. Dhe në një farë mënyrë shkon në paralel edhe me mjekësinë, sepse tek e fundit mjekësia, për më tepër kirurgjia, ka për qëllim shpëtimin e jetës së smurit, por muzika ka për qëllim përmirësimin e jetës së çdo njërit prej nesh, edhe të njerëzve normal. Dhe sigurisht në mjekësi, sa më stresuese të jetë aktiviteti i përditshëm i çdo njërit prej nesh, aq më e rëndësishme, aq më vlerë ka një muzikë në sfond, ose një dëgjimi një muzike të mirë, ose përjetimi i saj. Dhe sigurisht që në kirurgji veçanërisht, ajo është shumë domethënëse, shumë e shpërhapur. Sallat e operacionit në përqindjen e tyre më të madhe, edhe kirurgët në përqindjen e tyre më të madhe dëgjojnë këtë muzikë gjatë punës tyre, në sfond, sigurisht me zë të ulët dhe pa penguar aktivitetin profesional, por është dhe e vërtetuar nga shumë studime psikologjike që një muzikë në aktivitetet e tilla, sikurse është ky yni, pra kirurgjikali, është veçse përmirësues i cilësisë punës. Sigurisht ka kirurg që kanë preferencat e tyre muzikore, për më tepër që është e vërtetuar sot që edhe njerëzit të cilët janë nën anestezi, nën gjumë, të cilët janë duke luftuar për jetën e tyre, prezenca e një muzike të tillë, sepse truri punon, edhe kur neve jemi në gjumë, edhe uditi, edhe dëgjimi, etj. Është e vërtetuar që kanë një perceptim të muzikës edhe kur ata janë në anestezi apo në gjumë, dhe krijon relaksin cerebral të domosdoshëm dhe të nevojshëm, i cili i shërben qëllimit final. Qëllimi final është suksesi i interventit, suksesi i interventit dhe shpëtimi i jetës të smurit.